partitë politike, në këtë rast vetëvendosja, më herët dikush tjetër kanë ardhur pushtet dhe vinë pushtet përmes votës popullore. Po kjo s'do të thotë që nuk ka pastaj një pjesë të shoqënisë të cilët janë kritik karshi mënyrës së si qeverisë dhe programit. Ti ke drejtën me qenë kritik pavarësisht që dikush i merr votat. Sepse përndryshe s'kish pas kuptim demokracia, në secilin vend të botës demokratike, qeveritë kritikohen kur janë në qeverisje, dhe qeveritë vinë qeverisje për shkak votës popullore. Kështu që kjo ideja do të thonë që tash mos e kritikoni se i ka marrë votat që për një kanë për njerëz, kjo s'ka kuptim. Po ka një strukje megjithatë. Ka një strukje të kritikëve, të cilët po kjo gabim mendoj unë, sepse janë goxha të heshtun, përjashtimisht. Të drejt për me qeverisë jep vota, të drejt për mënyrën që shikon qeverisjen, programin, projektet e kështu me radhë, kjo nuk është çështje e votës, kjo është çështje e argumentimit. Ti mund është heq, unë ti s'ken asnjë votë. Mund na më kon veç unë tim këtë Kosovë që e kritikojnë qeverinë dhe prapë kena drejt me kritikua apo jo. E pastaj, a është kritika e drejt, kjo është çështje tjetër, pastaj mund na me diskutua ato. Dhe në këtë drejtim unë mendoj që mas pari dhe procesi zgjedhor, spari ka një dimenzion të jashtëzakonshëm të organizimit, mendoj në institucional, për shembull, secili proces zgjedhor na edhe kur ka polarizim politik të projektuar, shkon megjithatë mirë, nuk ka incidente, nuk ka, domethënë, kurfar shkaku që t'jep me mendu ose me kritiku mënyrën se si është shku procesi. E dyta, nuk kemi fatmirësisht parti politike të cilat refuzojnë me pranu rezultatin, nuk ka ndodhur kjo kur në Kosovë, edhe kur ka pas, domethënë, dyshime për vjedhje, dhe mendoj që kjo është edhe një element shtesë i demokracisë. Dhe e treta është pastaj që pyetja kryesore që kemi ne është si votojnë qytetarët e Republikës Kosovës, pse votojnë si votojnë, edhe çka e nxit atë, si më thon kështu, angazhim elektoral të qytetarëve të Republikës Kosovës. Tash, na kur kemi folë zakonisht dhe kur flasim, mendoj që duhet me vazhdu të njëjtën gjë, është që na insistojmë që partitë politike duhet me garu me program dhe me ide, dhe pastaj me u zgjedh programi më i mirë. Jo domosdoshmërisht, kjo po ka gjithë efekt në Republikën e Kosovës. Natyrisht. Unë i kam pa nga festimet dhe nga rezultati në listën kryesisht e vetëvendosjes se kush fitoi. Ka fitu Kusia, ka fitu Goma, ka fitu që kjo mendësi e instalume nga një regjim i cili ka ardhur në pushtet me idenë e një demokracie liberale, e një kulturalizmi që nuk e kemi pa në të kaluarën, ndërkohë degradon deri në këtë mas, sa që kur ishe festimet, turmat, për mu është e gërditshme. Çaj bën Kusia njerit? Do të thonë, mirë bre ti e ki problemin me hashimin, e ki me Ibrahim Rugovën, e ki ndonë se asë njëri ka vdek para 21 vjetë, është tjetër që 5 vjetë është në burg. E ki me Lumirin, e ki me Ramushin, e ki me krejt, Bedriun. Kusia që apo të bënë vëlla? Kusia, pse për i bje Kusis? Do të thonë, Kusia s'ka faj. Më intereson që ka simbolizon Kusia për këtë lloj votusi. Që ka të me thonë Goma, që ka të me thonë që kjo frym, se kjo është frym, edhe kulturore, që derdhet shesheve, që thonë këta në Shqipni, derdhet shesheve të Kosovës, duke festu në një mënyrë që nuk e kemi pa me gjitha të deri tash. Ndonë se vetëvendosje ka lyp edhe ka gjetë në vazhdimsi individ në për media për të shëndru ata në stereotipe të votuesve kryesisht të PDK-s. Dhe tani kjo i tekalon secilin festim banal të budallëm që ka ndodhur ndonjëherë në Kosovë pas zgjedhjeve.